Profe, si shikoni ndeshjen me Flamurtarin? Si gjithmonë, në ndeshje shumë interesante edhe shumë vështirë, shumë e fortë. Flamurtari është një skuadër mirë, neve kemi shumë respekt, por si gjithmonë, ne jemi Elbasani edhe do provojmë do luajmë futbolli bukur edhe do bëjmë maksimumi në fushë. Si shikoni domethënë shpërthimin me Tiranën, një augur i mirë kjo ndeshje që gatuam? Patjetër ne jemi shumë lumtur, por tani Tirana është mas ne dhe nuk dua do flasim shumë. Mund të them jam kënaqur nga skuadra, nga qunat edhe tani vetëm shkurt bravo për qunat edhe për stafin tim. Por tani e tash unë, ne jemi tani vetëm mendoj për Flamurtarin dhe mund të flasim për Flamurtarin. Por edhe një herë bravo për stafin tim edhe për qunat në ndeshjen e fundit. Si e frisni këtë transfer? Çdo në ndeshje është e fortë, çdo transfer është e fortë. Kampionati shqiptar është shumë e fortë. Tash unë 1 milion